shpusti, se kush e di se ku po vjen ata, protestuesit ta, ai që kishte bërë 14 vrasje të vikte me dur xhep të spital. Edhe ai ke u domate dhe kastravecet i kam lënë ty 2 domate kau, zemër kau dhe kastravec të madh ta kesh burazer se të bën der. Se vetëm ministri i drejtësisë nuk jeti. Po pyete për domatet, i ke bio, zemër kau. Nuk po t'i jap nga këto të tjera të qeverisë. Sepse ti duhet të shqetësoj pse gjykata kushtetuese nuk ka takat t'japi vendim, o mik. Ja gjykata ku ti je, ministri i drejtësisë e ti. Po ti shiko, atë hajde në për qytetet, shikosh ato parkime dyshe, do bagë ti të dyshe, do shto spionlikun. Po hajde njëra tjetë shikosh se sa ke me xhamaxin, me plafon, me targa, me pistoleta, me dreqe, me biluqe, që s'ka shansa si policë ke që ministri branshëm ti. Zvenc ministri branshëm. Hajde ndalojti një ata. Këta kate? Po hajde ndalojë atje te burgu që është bërë si bordello. Hyre dil ato, Dubai dhe Burgje. Këta kate? Ha më ti, këta katë, ministri i drejtësisë. Hajde shiko, po që për vjedhjen e pronës publike ta themon ty një rast, se është për kallëzim penal. 1100 hektarë të vjedhura në Fier, me 2 vendime komisioni kthimi prona 97-s. Ndërkohë që janë dhënë qirat të tretëve nga Ministria e Bujqësisë, as ministri nuk digje, as kthimi prona nuk i konfirmon vendimet të fjalë 1100 hektarë. Kontrollojnë nesër. E ke kallëzimi, ta nisun po se pate sot. Kjo është vjedhje pasurisë publike. 1100 hektarë me 2 vendime 97-s. Që si rregull, akoma ti këta ASHK-ja ke rregulloren 194 të 99-s. Ligjin e ke i zeta, o mik. Ja kush ministri i drejtësisë merru me këtë punë. Që po e çon kadastrin nga Vlora në Tiranë.